pasi kanë kalu 3 javë që kemi qenë të mbyllur në qendrën tregtare të Royal Mall, tashme 19 dhjetor, pra pak minuta më herët, e kemi bo prerjen e shiritit, do të thotë zyrtarisht është rihab dyqani në këtë qendër. Çka është me rëndësi të ceket që në këtë qendër tregtare kemi sjell fletush veçantë për gjithë konsumatorët e Jyskut që vizitojnë qendrën tregtare të Royal Mall. Pra kemi zbritje në 2000 produkte deri në 70% zbritje. Kjo ofertë vlen vetëm 3 ditë, pra nga sot 19 dhjetor deri më 21 dhjetor. Mirë po ofertat nuk ndalen, Jysko patjetër që vazhdojnë me ofertat e veta edhe vazhdojnë tetushka e cila vlen për gjitha dyqanet në Kosovë, pra që gjithsej kemi 12 në të gjithë Kosovën. Është me rëndësi që me ju bo thirrje gjithë konsumatorëve tonë që me nxitu, me përfitu prej ofertave. Tash është momenti që do të thotë është bo rihapja e dyqanit, krejt konsumatorët kanë me pas mundësi me përfitu prej ofertave të ndryshme. Sot gjithë konsumatorët tani kemi prit me pije, me ushqime të ndryshme që tamam me ndje atmosferën festive të rihapjes së dyqanit. Kemi pas interesim mjaft të lartë në rrjetet tona sociale ku kemi pas komente të shumta ku rihapet dyqani, me nxit po presim. E shumë komente të tilla, cilat padyshim i kemi mirëprit dhe në momentin që e kemi pas lajmin se kur ka me u rihap dyqanin, ju kemi bu me dije edhe sot vetë se është finale, do thotë minuta më herët është bu rihapja, ofertat janë shumëta, kështu që gjithë i presim me shumë dëshirë, ku stafi i Jyskut padyshim i pret me ju ndihmu në çdo gjë që kanë, në çdo pyetje që kanë edhe po besoj që gjithë kanë mundat të kënaqur.